Sot po shikoja në rrjetet sociale disa portale në fakt që kishin hedhur lajme lidhur me çfarë ka ndodhur në vitet 97-98 Artur Sheut apo familjes së tij e kështu me radhë dhe si ishte historia e arratisjes së tij nga Shqipëria. Njerëz, do të kuptoni diçka. Artur Sheu nuk është një personazh i njohur në qytetin e Vlorës që para vitet 90 e kështu me radhë. Është personazh i njohur për mirë, se do ta kuptoni. Ju e dini që në vitin 1997, pak në ata që e kanë jetuar vitin 1997, e din çfarë ndodhi, e din shumë mirë bandat e Zansaushit që frymëzoheshin, ideoheshin, këshilloheshin nga Partia Socialiste e kohës dhe këshilltarët e saj që sot i keni analistë për studio televizive. Dhe banda e Zansaushit vendoste gjoba, merrte pengje. Gra, burra nuk kishte rëndësi, mjafton që të kishin lek. Dhe në vitin 1998 ai shkoi tek hoteli apo biznesi i Artur Sheut dhe donte ta diqte atë. Donte ta diqte sepse Arturi më parë ishte vendosur gjobë. Pasi i vrau edhe dy njerëzit e tij të afërt, Dajon dhe Vllajin, Arturi u largua nga Shqipëria. Është shumë e thjeshtë. Unë e kuptoj që do të bëj lajm me këtë, por kjo nuk është histori lajm. Kjo është histori e trishtë. Kjo është histori e trishtë e bandave të 97-s që sollën në pushtet Partinë Socialiste në atë kohë dhe cila vazhdon sot na trumbenton për si një parti e rilindur e kështu me radhë, kur në magazinën e saj ka të mbushur me kufoma. Po, kjo parti e Diramës, kjo e besës e Diramës. Ndryshon rilindje bëj çfarë duash, por ajo ngjetet përsëri Partia Komuniste e atëshme e kohës. Problemi qëndron që këta merren tashmë me Arturin për pronat. Njerëz, Artur Sheu është pronar. Dokumentat janë aty. Unë i kam nxjerrë dhe do vazhdoj të nxjerr, madje jemi duke bërë një strategji për sa i përket dokumentacionit të shumë të përfolur të familjes Sheu, nëse është pronar ose jo, në Zvërnec. Po, që dokumentacioni është aty. Ju nuk kuptoni një gjë, toka është shitur, Zvërneci nuk është më as i Arturit, as i familjes Arturit. Është i dy vëllezërve sirianë të cilët jetojnë, punojnë, kanë ndërtuar jetën e tyre në Katar. Dakord? Sot që ne po flasim, prona është regjistruar në emër të kompanisë së tyre pranë ASHK-s Vlorë. Arturi s'ka më pronë, e ka shitur. Ja bllokuar vetëm parat që nuk ka kaluar akoma llogarinë e tij bankare. Ju vazhdoni, gëll juve, si llum popull që jeni, që duke marrë me llafe, vazhdoni merreni. Kërkoni pjesë e Diramën, kush e disponon Zvërnecin sot? Kush është pronar sot në Zvërnec? Ju do shkoni të bëni plazh deri në fund gushtit. Pastaj aty do vendoset përsëri gardi, se ata do ndërtojnë. U ka premtuar Edi Rama atyre. Ndryshe do pagoj Edi Rama, do marrë përgjegjësi të pagoj gjobën. Gjobë jo si e Beketit, 150 milion, do mund të vej edhe 400-500. Dakord? Kështu që Artur Sheu, njerëz, nuk është as gangster, as vrasës, as kriminal. Artur Sheu është një biznesmen, e nisi biznesin e tij në 91-92, ishte kreativ, padyshim, po ishte njëri punëtor. U largua nga Shqipëria ka 30 vite dhe ju merrni me Arturin, se ka vjet pronën e tij, kë pronë, kujt i ka vjet pronën? Të dal njëri që thotë më ka vjet pronën, të dal njëri. Po jo bujqit ju nuk mund t'i sillni dot. Bujqit nuk mund t'i sillni dot ju të thoni që ju ka vjet tokën bujkut. Tokën e tij kë ka vjedhur. Prandaj unë mirë kuptoj portalet dhe jam i qartë pse ato i bëjnë ato shkrime. Nuk kam asnjë dyshim për to. Por do të kuptoni diçka, njerëz. Ju doni patjetër ta anatemoni pronarin. Unë e kuptoj të është frym kjo. Kjo është frymë të majtës, sepse majta është e egrësh kundër pronës. E majta në të gjithë botën dhe shqiptare padyshim
është e majt e cila urren pronarin dhe vazhdon ta urrej. Pa që s'na mbet vën fare, ne kemi pronar as na kërcet fare për jush. Dakor? Kështu që ditët në vijim, padyshim që ne është edhe gusht e kuptohet, do pasqyrojmë të gjithë dokumentacionin, pse edhe kjo s'ka më rëndësi se prona tashmë është në emër të dy vëllezërve nga Katari, por do ta pasqyrojmë për të qartësuar atë pjesë të atyre saj popullate e cila do të ditë vërtetën, jo ta thillumi popullum që nuk e do të vërtetën. Dakor? Ai tani mirupafshim, flini të qetë, dhe Arturi është i qetë atje ku është, në SBA, punon, jeton, ka familjen e tij, as i ndjen fare se çfarë thot llumi të mediave të portaleve në Shqipëri. Dakor? Sepse portalet këtu flasin për klikive, kaq shumë e thjeshtë. Pa e ditur fare realiteti çfarë ka ndodhur në Vlorë. Dakor? Mirupafshim.